Një ditë para Shën Valentinit divorcohet nga gruaja Blendi Klosi zbardhet vendimi i gjykatës. Pas 18 viteve martesë, deputeti i Partisë Socialiste dhe koordinatori politik i qarkut të Dibrës, Blendi Klosi ka vendosur të japë fund martesës së tij me bashkëshorten Nora Klosi Allia Zgega. Kërkesa për divorc është depozituar në gjykatë në muajin tetor 2024 nga Nora Klosi, bashkëshortja e Blendit, divorci i cili është pranuar nga gjykata e Tiranës. Vendimi për divorcin e çiftit është marrë një ditë para Shën Valentinit në 13 shkurt 2025 nga gjyqtari Artan Çupi, i cili ka miratuar një deklaratë notariale të çiftit Klosi, ku burr e grua jepnin pëlqimin për dhënien fund të martesës së tyre. Klosi aktualisht drejton listën e kandidatëve për deputet në qarkun e Shkodrës. Në vitin 2007, Blendi Klosi u martua me Nora Klosin Allia Zgega, ku nga kjo martesë sollën në jetë 2 fëmijë. Por pas 18 viteve së bashku, çifti vendosi të divorcojë duke dhënë fund martesës për shkaqe ende të paqarta që çuan në shkatërim. Sipas vendimit të gjykatës së Tiranës, në muajin tetor 2024, çifti Klosi kishte nënshkruar një marrëveshje notariale ku binin dakord të divorcoheshin, por njëkohësisht vendosnin edhe kritere detyruese për fëmijët e tyre të mitur.